Bashkimin Evropian, kryeministri Edi Rama e cilëson si stacion shpëtimi për Shqipërinë dhe të vetmen rrugë për fuqizimin ekonomik të vendit. Në komunikimin me komentuesit në rrjetet sociale, kreu i qeverisë thotë se pasaporta europiane do t'i ofrojë shqiptarëve një trajtim të barabartë. BE-ja është stacioni i shpëtimit ton përfundimtar kombëtar nga hijet e të shkuarës dhe nga rirënjet në duar e në kthetra të tyre. Bekimi ynë i madh është që lindim, rrojmë dhe vdesim këtu, në mes të Europës. Pasaporta shqiptare e BE-s do të na çlirojë nga pesha e diskriminimit si qytetar të dorës dytë këtu në mes të Europës dhe do të na bëjë qytetar të barabartë, që nga studimet tek punësimi dhe deri tek përkujdesja shëndetësore në çdo vend të BE-s. Njërit prej komentuesve i cili shfaqet skeptik për përfitimet që do të ketë Shqipëria me integrimin në Bashkimin Evropian, Rama i përgjigjet kështu. Parafituro pak se çapësimi. Në 10 vite ne morëm mbështetje nga BE-ja diçka më shumë se 1 miliard euro. Me hyrjen në BE, të njëjtën mbështetje prej më shumë se 1 miliard euro do ta marrim çdo vit. Dhe imagjino për shembull se si do ta psoj fshati, bujqësia, si do ta psojnë fermerët. 300 milion euro minimumi në vit do të na vinë nga BE-ja për ta. Kështu që Aleksandër voto PS-n për BE-n dhe të hyjmë në BE për të marrë pasaportën europiane të Shqipërisë. Duke ironizuar ofertën që sjell Sali Berisha dhe Partia Demokratike në këto zgjedhje, në rrjetet sociale Rama u kërkon qytetarëve ta ndëshkojnë me votë.